أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tyre deri në ditën e Kiametit. Jo çdo herë këto porosi dhe këshilla pranohen në mënyrën e mirë prej muslimanëve të sotit. Jo çdo herë musliman këta këshilla dhe porosi i marrin me kujdes të veçantë, me vëmendje të veçantë dhe mundohen të zbatojnë ato në jetën e tyre të përditshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për t'ja treguar se si duhet sillet njeriu në dunja, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Në dunja jeto si gurbetçar dhe si kalimtar i rastit. Kështu jeton në dunja. Mos mendo se ke me vetë për gjithmonë. Jeton pak dhe kthehesh në vendindjen tënde. Cila është vendbanimi kryesor i njeriut? A dini cili është vendbanimi i parë i njeriut? Baba jon i parë i njeri, Ademi alayhi salam, ku e kishte vendin e parë? Sigurisht që keni ndëgjuar prej hoxhallarëve dhe keni dëgjuar ajetet dhe shqarimet se Ademi alayhi salam kur e krijoi Allahu dhul xhelal e vendosi të jeton dhe të banon në xhennet. Edhe ai ishte vendbanimi i parë i njeriut. Mirë po atëherë kur baba jon e bëri gabimin dhe ra në ndikimin e vezveseve të shejtanit,
e nxori Allahu Ademin a.s. nga xheneti dhe zbriti në dynja dhe u bë dynjaja vendbanimi jon I dytë. Ashtu sikur se na që kemi ardhur për vendeve dhe viseve tona, vendbanimi I parë ka qenë vendlindjet e tona. I kemi braktis ato dhe kemi ardhur në këto vendet e gurbetit dhe kemi bë vendbanimet tona. Mirë po njeriu nuk duhet haran se aty e ka fillimin dhe aty do ta ketë mbarimin e përjetshëm. Dhe se kretë kjo jetë për 60 viteve, 70 viteve, 80 viteve, 90 apo 100 kanë fundin e vetë dhe pas të fundi do të kthehesh aty. Mirë po dilema dhe brenga dhe mërzia është se ku të kthehemi aty, a thuval do të jemi prej banorëve të xhenetit apo Zoti mos e boft do të jemi prej banorëve të xhehenemit. E për mos më ndodh e dyta, për mos më ndodh kjo frikë, për mos më ndodh ky pikëllim dhe kjo mërzi, ne kemi për detyrë që sa jemi gjallë, sa jemi këtë dynja, të pajisemi, të marrim me veti nozull, të marrim me veti zahira. Për ku? Për jetën pas vdekjes. Andaj Allahu Dhul Xhelal u thot njerëzve dhe besimtarve: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa." Merrni me vete zahira. Në udhëtimin tuaj të gjatë, ke dalë në dynja dhe ke nisë me udhëtu. Çdo ditë që e kalon I afrohesh fundit. Çdo ditë që të ik, ka shku një pjesë, ka met edhe pak për mu taku me Allahun Dhul Xhelal dhe me dal kafshi Allahut dhe me dhënë llogari për të gjitha punë që I ke vënë. E nëse ke mjell hajr, nëse ke mjell të mira, ke me korr hajr dhe ke me korr të mira. Nëse ke mjell sherr, ke mjell bërllok, ke mjell këshia ke me korr. Andaj është udhëtimi I gjatë. Sa më I gjatë që është udhëtimi, aq më shumë zahire do të më pas me vete. Aq më tepër përgatitje do të më pas me vete. Kur vjen njeriu prej Shkupit në Zvicër, një çantë me tesha e merr me veti, një kufer. Po me shkue në haxh, I merr 2 kufera apo 3. Po me shku në Amerikë apo në Australi, 4 apo 5, pse sa më lart që është udhëtimi, aq më shumë tesha merr me vete, për me të mjaftuar për udhëtimin e gjatë. Edhe udhëtimi jo drejt Allahut është shumë I gjatë. Edhe është shumë I rëndësishëm. Edhe është vendimtar. Edhe për këtij udhëtimi dhe formës të cilën kemi udhëtuar, ka me qenë edhe rahatlëku dhe pushimi jo të stacionin e fundit. Andaj kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir as-sabil, në dunja jeto si gurbeçari në gurbetin e vet dhe si kalimtari I rrafsit I cili nuk mundohet në udhën e vet ku ndalet me pushu, nuk mundohet aty me ndërtu pallat, aty me ndërtu vill, aty me ndërtu shtëpi të mëdha, nuk ndalet. Andaj këtë e vërteton dhe e sharon edhe një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot: "Ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma mada." Shembulli im në këtë dynja është shembulli I një udhëtarit I cili ka nis udhën, ku e ka pa një hije, është nalt me pushu, e pastaj pasi ka shfrytzu pushimin, ka vazhdu udhëtimin e vet. Edhe kjo ndodh me ju të nderuar xhamat, kur shkonin në vendinje dhe kur ktheheni me kerret dhe automjetet e juaja. Udhëtimi është I gjatë, ndaleni me një pompë të benzinit për të marrë benzin, për të bledhur një lang dhe për të pushu. Mirë po nuk mbetesh aty 1 ditë, e 2 ditë, e 5 ditë. Rën gjysmë ore, 1 orë, maksimum 2 orë, edhe vazhdon. Pse? Se je nis në rrugë. Je nis me mri dikon. E në këtë dynja nuk kemi ardhur për me mend këtë dynja të nderuar vëllezër. Asnjë s'ka mend në dynja për gjithmonë. Asnjë s'ka jetu pa vdek në dynja. Andaj po të kishte mbetur pa fund dikush në dynja, do të kishin mbetur pejgamberët, po ata kanë vdek. Po të kishte mbetur dikush pa fund në dynja, do të mbeteshin faraon, po ata kanë vdek. Po të mbet ke dikush pa fund në dynja,
do të mbetshin mbretërit e fort perandorët e mëdhej, edhe ato kanë vdek. Po të mbet ke dikush për gjithmonë dunjë, do të mbetshin pasanik të mëdhej, miliarderat, multimiliarderat, por edhe ata kanë vdek dhe po vdesin. Andaj kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çka ka mbi fytyrën e tokës ka mu shkatru, ka me mbet veç Allahu dhul jalal. Andaj çdo kush që ka fillimin e vet ka edhe mbarimin e vet. Edhe kjo dunjë ashtu si e ka fillimin ka me pas edhe mbarimin. Ashtu edhe na njerëzit, ashtu si e kina pas fillimin, kina me pas edhe mbarimin. Veç Allahu dhul jalal është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Të gjithë krijesa tjera kanë fillim edhe mbarim. Andaj mos u mashtro në këtë hije që e nalë me pushu me metë për gjithmonë të. Mu vanu shumë se çdo vanes që e bën në këtë hije, çdo argëtim dhe dëfrim që e bën në këtë hije, çdo largim prej qëllimit dhe udhëtimit tanë që e bën në këtë hije, dëvanon prej arritjes tek Allahu dhul jalal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka motivu, i ka stimulu, i ka inkuraju, i ka nxit dhe i ka trimru njerëzit me bo vepra të mira. E ka thonë badiru bil amali salihat, nxitoni, vraponi, ngutoni në vepra të mira. Për vjen i krat, mos e lën mazdore shansën që të vjen, shansën që të ka ardhur me ymrin tanë që ta ka dhënë Allahu dhul jalal. Për mi kuptu ma mirë këto këshilla dhe porosi, shpeshere po duhet mi përkthy në gjuhën e biznesit dhe ekonomisë. Pse na atë shumë jemi materializu dhe atë shumë kanë peshë dhe rëndësi paret dhe dynjaja, sa që muhabetet e ahiretit ka herë si marin vesht. E ka nevoj mi përkthy me gjuhën e biznesit dhe ekonomisë për mi kuptu ma mirë. Nxitoni në vepra të mira, kuptimin në gjuhën bashkohore ka kur të vjen një shans për një punë të vogël me fitim të madh, mos ja kthe shpinën, po nxito vrapo dhe merre. Sa ajo shans ndoshta më nuk të vjen përsëri. Nëse të vjen një shans për një tregti me pak punë, pak investim, me shumë fitim, merre, rihazër, mos e lën masdore se si të shkoja më nuk kthehet. Edhe kjo, se cili babi a thot djalit vetë këtë këshillë, këtë porosi, këshire djali jam, biri jam, gjej një punë të mirë, me një platë të madhe, me një rokë të madhe, pse jeta e vështirë, s'po na dalin parët. Edhe kur e shef djalin të nejtë na për kafe, e merr natën, thot djali jam, të nejtë na për kafe s'jetohet, të nejtë na për kafe s'bohet shtëpia, të nejtë na për kafe s'mblen kërtë mirë, të nejtë na për kafe s'mban punë të hajrit, s'mblet pasuni. Që shto çdo prindja thot porosin të djalit vetë. Sikur se kjo porosi, për dynja, për pasuri, për shtëpi, për mall, më e madhe dhe më e mirë se kjo, është porosia që ne ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë badiru bil amali salihat, nxitoni në punë të mira, vraponi në punë të mira, se nuk i dihet ymrit, nuk i dihet kur të vjen exheli, nuk të dihet kur të vjen fundi. E do të shkojmë te Allahu dhul jalal, e çka do të marrim me veti, çka do të kem me veti kur shkojmë te Allahu dhul jalal. Nëse dikush që ka ardhur në gurbet, ka punu 10 vjet, 15, 20, 30 vjet, edhe s'ka mujt me ndreq as një shtëpi atje, s'ka mujt me ble as një troll atje, s'ka mujt me bo as një punë atje, çka i themi na atij? Çka i themi na atij? A i themi i Zoti? A i themi i mençëm? A i themi i aft? A i themi i mirë? Çka i themi na atij? Mare i koft, jazëk i koft, 30 vjet në gurbet, as një dinar se ka qute shtëpia. 30 vjet në gurbet, një shtëpi, një kasol se në voni. 30 vjet në gurbet, një tokë se në bleti. 30 vjet në gurbet, një banesë se në bleti. Kështu themi na gjithë. E çka kanë me na thonë neve me laqet? Ku shkojmë te Allahu dhul jalal, për kësaj dunjaje, kanë me na thonë mare ju koft. 60 vjet ki jetu, 70 vjet ki jetu, 80 vjet ki jetu, e prap me kurxhan ke ardh, prap me dur në gjepa ke ardh,
Prap kur gjon s'ke marrë me veti, marrët koft. Jazëk koft. Turp i madh. Mendjeleci e madhe. Gabim katastrofal. Me shku te Allahu Dhul Gjelal pas një ymri 60 vjeçar, e 70 vjeçar, e 80 vjeçar, me shku te Allahu Dhul Gjelal zero. Me shku te Allahu Dhul Gjelal i falimentum. Me shku te Allahu Dhul Gjelal pas një dinar. A nuk është kjo marrja më e madhe? A nuk është turpi më i madh? A nuk është mendjeletësia më e madhe? Subhanallah. Krejt të këshilla dhe porosi i kemi parasysh, i ndëgjojmë dhe i shohim, mirë po, ja që na mashtron shejtani, na mashtron jeta e dynjas, mashtrimet e ndryshme të kësaj dynjas, dhe sën po ja thejmë kamën shejtanit, dhe sën po e vendosim me u pendu sinqerisht te Allahu dhe me ndryshu formën e jetës tonë. Badiru bil amali salihat, pse para se të vinë fitnet dhe të lashet, fitnen ka kata i lejlil mudhlim, fitnet, trelashet, trazirat, që na vinë si kurse erësira e natës një pas një. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, dhe ndodh që në sabah qohet njeriu si besimtar, si musliman, e se ze akshami si besimtar, si musliman. A nuk ndodh kjo të ndëruar vëllezër me popullin ton sot, i cili është larg fesë Allahut, i cili është larg Kur'anit fisnik, larg sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, larg mësimeve të Islamit, larg xhamijave. A nuk ndodh që sa e sa fëmijë, sa e sa bi, sa e sa djem dhe vajza tona në këtë vend, që me origjinë kanë origjinë islame, babë dhe nanë musliman, gjysh dhe gjyshe të devotshëm haxhiler dhe musliman, mirë pa ata nuk e din derën e xhamis, ata nuk din fjalën Allah me e thonë, ata nuk din me thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, të zhytur, të fundosur, të futur deri në fyt në gjuna të ndryshme. A nuk po ndodhin këto gjëra? Andaj ndodh që ti vjen prej vendit tanë si musliman, e rrin dhe qëndron në mesin e jo muslimanëve dhe bie në ndikimin e kulturës, mësimeve dhe mendimeve të tyre, edhe kthehesh në vendindjen tënde i zhveshur nga besimi, nga imani, nga dini, dhe bëhesh jo besimtar. Edhe e kundërta, yumsi rajulu mu'mina wa yusbihu kafira, dhe ndodh që në akşam ngrys njeriu, e zen akşami, bjer e hin natën si besimtar, e se qe sabahi si besimtar. Pse? Në për kafe, në për diskoteka, në për kazino, në për lloj sheresh dhe fesadesh, edhe sabahi se qe si musliman, si besimtar. Andaj para se me ndodh të trazira, këto të lashe, këto fitne në din, të lashe në fe, jo në dynja, na duhet me i qelë syt, edhe të gjithë duhet mobilizohemi, dhe gjithë duhet të themi një fjalë të mirë, gjithë të japim një këshill dhe një vërejtje, mos qëndrojmë indiferent, mos themi se filani është djali filonit, mu së më interesant, çka dojë le të boje, për veti e ka, është fakt, sa i vetë ka me dhonë llogari për atë që ka bo aj, është fakt se është djali filonit, nuk është i yti, mirë po, nëse sot ka trokit një keqen kojshi, për të nese se ka me trokit në derën tone, në shpinë tone, nuk shkon larg. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për më mësu muslimanëve se ata nuk duhet me qëndru indiferent ndaj devijimeve, degenerimeve, prishjes së moralit, nderit, dinit dhe imanit të bijve dhe bijave tona, të popullit ton. E ka tregu një shembull që është shumë interesant, edhe kush e ka parasysh këtë shembull, do të ketë qartë rolin e vet, ka shi familjes e vet, rolin e vet ka shi popullit e vet, rolin e vet ka shi fisit e vet, rolin e vet ka shi katunit vet, rolin e vet ka shi qytetit vet, rolin e vet ka shi xhamatit vet. Shembulli i atyre që urdhnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja, dhe atyre që nuk e bëjnë këtë gjë, është shembulli një popullit, i një grumbullit të njerëzve që kanë hyrë në një anije.
anijet e mëdha, sigurisht që i keni pa, janë shumë kate mrena në barku në anijes dhe shumë kate mbi shpinë të anijes. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta janë ta që janë në barku në anijes mrena, kur kanë nevojë për ujë, hypin për shkallë nalt, e gjujnë kovën deti edhe marrin ujë dhe zbresin poshtë. Një herë, 2 herë, 3 herë, thajnë pastaj, hajde be, ta bëjmë një birë të poshtë, se najna ma afër ujë se me hip shkallëve nalt. Një herë, 2 herë, i bezdisëm, i mërzitëm ata që janë nalt, i lodhëm, po edhe vetë u lodhëm, hip zbrit, na këtyna ma afër ujët, një dras na danë pi ujët. Ta bëjmë një birë këtëne, e të marim ujë pi poshtë, mës hipim e mës zbritin nalt edhe poshtë, e të mërzitim ata edhe të lodhim i vetë. Shikoni, kështu mendun ata. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me kanë që këta që janë nalt, i lon këta që janë poshtë me bo këtë birë, me bo këtë vrim, do shkatrohen edhe ata që janë nalt edhe këta që janë poshtë. I nderuar i xhamat, të nderuar vëllezër, ju që keni ardhur me fal xhumon, që kjo pa dyshim dëshmon se keni iman, e doni xhamin dhe doni të mirën. Mirë po, nëse rini indiferent dhe asaj që ndodh shtëpijat e juaja, nëse rini indiferent dhe asaj që ndodh me fëmijët e juaj, kjo do me thonë se ju po lejoni ata me bo bira në anijen ku ju udhtoni me te. Ju po lejoni me bo vrima, ato vrima fatkesisht po bohen për dit, me kon një vrim, i shkon let, e kishim mshel, edhe kishim shpëtu, ama këto vrima po bohen shpesh, edhe po bohen vazhdimisht. Këto vrima në këtë anijen ton, i ngjajnë atyre vrimave të gjafit zviceran. Edhe paramendoni nëse një vrim hapet, a ka mundësi me shpëtu anija, a paramendoni se nëse një ani ka shumë vrima, si ka mundësi me shpëtu. E dikush ka me thonë, gajle ati qka dojle të boje. S'ka në konë bashkë qashtu. S'ka në bashkë qashtu, qka dojle të boje. Se kjo ani, jetën dynja, jetën shoqëri, jetën një popull, është jetë e përbashkët me një ani. S'mundesh me thonë, di qka dojle të boje. Se aj për e bëndomin, këtë po digjesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë, isha shtrisun i mërzitun, tha, wajlun lil arabi min sharrin kad iktarab, vaj për arabët, vaj për njerëzit nga e keqa që ka afru. Unë gëtë Aisha radiallahu anha dhe tha, ja Rasulullah, e kuptoj të rishtimin dhe shesimin e madh që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha, anuhliku wa fina salihun, tha, a do të na shkatron Allahu edhe pse në mesin ton ka burra të mirë, edhe pse në mesin ton ka haxhiler, edhe pse në mesin ton ka hoxhallar, edhe pse në mesin ton ka xhamat, edhe pse në mesin ton ka që falen, a do të na shkatron Allahu edhe pse ka kësi njerëzit mirë? Tha, naam idha kathura al-khabath, tha, po ka më i shkatru Allahu ata njerëz kur shtohet dhe të sundon e keqa dhe të bëhet ma shumë e keqa. Pra sebeb që se cili pineve duhet me thoni fjalë të mirë, duhet me thoni këshill të mirë, duhet me thoni porosi të mirë, mos me lejue mu ushtu e keqa dhe mos mu leju mu ushtu vrimat në anije, se kur të hyn anija që fundoset e zhytet në det, të gjithve ka me na morë me vete. Andaj në këtë drejtim pa i pas me 2 obligime kryesore. E para, ta shtojmë imanin ton dhe të shtojmë veprat e mira për vete, dhe e dyta këtë mirë, këtë mirësi, këtë hajër, këtë bereqet që na ka dhënë Allahu, ta ndajmë me të tjerët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an 4 khisal. S'kan mi lëviz kamt njeriu në ditën e kiametit. Do të rinjallesh, do të dash pedheut, do të qëndresh në kam, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, në ditën që ka me pas vlerën e 50.000 viteve në kam kimenet, djelin një plan për mi kry, nuk lëvizin kam, që ati kime met, që ati kime qëndru,
Sot shkon edhe qëndron në sportel, në rënd prit rënd para sportelit, edhe lodhësh, edhe mërzitesh, pa më ndohë 50.000 vjet, edhe këto kam nuk lëvizin, derisa nuk jep gjevap për 4 pyetje, an umrihi fima afna, për ymrin si e ke harxhu. Allah ta ka dhënë begati, ke jetu 20 vjet, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Si ke jetu? Kjo është begati, mirësi ta ka dhënë Allahu në disponim, si e ke kalu. Pastaj wa an shababihi fima abla, rinin tonë si e ke harxhu. Hajde tash plak s'po munesh. Dhomin komt, dhe midisi, snin, nuk shef mirë. E kuptoj se s'mundesh me bo shumë punë të mloja të mira. Po ti që i ri, ti që i ri, ti që e të vonë në rinin tënde, ti nështë ajo vepër që mundesh me thonë, unë e ku mbo, më mburë me te. A fakultetin e ki kry? A namazin kujdesesh për te? A pre haramit largohesh? A ke bo një biznes të sukseshëm halal? A ke respektu nam dhe bab? Qfar pun të madhe të mirë ke bo të njëtën tonë? Me qka ti mundesh më mburë? A pse nejnë kafe gjithë natëna? A pse gjdo vikend e kalon të lutë futbola? A pse gjdo javë shetit këtu edhe ateja? Ata në punë që gjdo kush mund më i bo. Të regomi punë të mroja, dinin tanë e ke rujtë, shkollimin tanë a e ke vazhdu, sjelljen tonë a e ke pas. Që këto janë punë të mroja që ti si ri mund është më mburë me ta. Dinin dhe imanin me pas, shkollën dhe arsimimin me pas, tërbijen dhe akhlakin me pas. Të rritë me që si gjana muni me ardhë, edhe mu lavdru para pleqve, edhe mu lavdru para hoxalarve, edhe mu lavdru para popullit tonë. Me gjana tjera më zvini, më sajdi se kot janë pun tjera. S'kan pesh, as rënsi, as vlerë, as dunja, as në kjerë kur dalin para Allahut. Wa an malihi min ejne këtesebohu fima anfaqa. Dhe për pasurin, ki me dhonë logari, ku e ke fitu dhe si e ke harxhu? Si e ke fitu dhe si e ke harxhu? E ke fitu me djerës, e ke fitu me halal, e ke fitu me mund, edhe ku e ke harxhu? E ke harxhu në halal, e ke harxhu për ta ngritë fjalën e Allahut, për ta forcu xhamin, për ta forcu khairin dhe të mirën, e kështu me radhë. Dhe e fundit, wa an ilmihi madha amila bihi, për dijen. E keni dëgjuar nasihatin? E keni dëgjuar dersin? Keni lexuar një libër? Çka ke bën pastaj ti? A ke ardhur në xhami, e ke dëgjuar nasihatin, edhe ala pa dal pi xhamia harove? Si ndodh kjo punë? Kur shkon punë sefte, më një vend punës, vjen shefi dhe të qire. Puna jote është 1, 2, kada se se një maj mend të marrë një fletorit i shënej. E para, e dyta, pse? Se si më si përmbash regullave të punës, përzempi punë e shefi drejtori. E ti ki nevoj për punë, ki nevoj për pare. E munohë shënimet mi marë maksimalisht, pse edhe i përmbash strikt. Kush vjen xhami me fletore dhe me laps mi marë shënimet e mi shënue, e ku shkojët i shpia mi kujtu? A na vim veç radireta në xhamia? Apo vim me marë mësim dhe porosi, këshilla dhe mesazhe, të cilat kanë me hynë zemrën tonë dhe pastaj kanë u bërë realitet në jetën tonë, dhe kur shkojmë të shtëpia me thirr gruan, me thirr çikën, me thirr djalin, e vlatemi familja jeme. Kjo është mesazhi dhe porosia e kësaj javës, të cilën na e dha dhe na e ndau hoxha në xhami. Zoti ju shpërbleft për sabrin dhe durimin, Zoti ju paguft me të mira çdo hap për hajër që e bëni. Zoti ju dhash hajër dhe bereqet në jetën tuaj individuale dhe kolektive. Zoti ju shpërbleft me të mira. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hoxha është veçit alime të liu dhe i shtumpi, si që në tora e javën e kaluar, inshallah, sotë dhe mas namazit akshamit, dhe të ketë ligjerat islame, që dhe të jetë prezent në njëti higjeruës, me temën që ka të bëjë me fitën e sodit, dhe gjithashtu edhe kolegu i hoxhës Efendi Rëzi Saku, që është të ligjeruës në xhaminë e Sarajt disa vite në Gjuma, që kanë kërë sa shkurve, nëse se inshallah të përni pjesë në tribunën tonë që të marrë sante mas namazit akshamit. Allah më shpërbet dhe Zoti